përpara jush që neri 115 i Kushtetutës parashikon shumë qartë që kur kemi të bëjmë me shkarkimin nga Këshilli i Ministrave të një kryetarit bashkie, duhet patjetër të kemi jo thjesht pjesën vetëm formale të asaj që ne themi të pjesës së të drejtës për të dëgjuar, por duhet edhe patjetër që të kemi dhe atë që ne duhet patjetër si shtetës së drejtës të japim tjetrin të çdo mekanizëm, çdo mënyrë që ai të shprehë dhe të kërkojë edhe të ankohet ndaj një vendimi që është marrë kundër tij, që është rasti i Zotit Veliaj. Zoti Veliaj është shkarkuar nga Këshilli i Ministrave, është shkarkuar nga partia e tij, është shkarkuar nga kryetari që vetë ka emëruar kryetar Bashkie të Tiranës në 2019-ën. Do të thotë dikush 2015-ën. Jo, aty 2019-ën. Se aty u zgjodhën vetë votuan votë. U emëruan, si ishin të zgjedhur. Pra, në rastin konkret, ju e keni, po mund ta lexojmë nenin, nuk është ndonjë problem aty, por diçka tjetër që unë dua të them tek ju është që Zoti Veliaj sot është kryetari i bashkisë, nuk është i shkarkuar, pavarësisht se ju do të shikoni në lajme që presidenti i Partisë Socialiste, Zoti Bajram Begaj, mori vendimarrjen edhe doli me datë Partisë Socialiste, sepse është i vetmi president, do thosha, që zbaton urdhrat e Zotit Rama në mënyrë kaq të tillë që ti edhe habitesh vetë në mënyrë se po më çudit Zhlima. Presidenti i vendit. Pavarësisht faktit kush e zgjedh kush jo. Ka detyrë mbi detyrat, zbatueshmërinë e Kushtetutës nga mëngjesi në darkë. Ku diun, domethënë 24 orë në 7 ditë të javës dhe në 12 muaj të vitit. Po, ashtu mendon ti. Këtë detyrë ka. Po, ashtu jo, e thot ligji këtë. Po jo, një sekond, ashtu e thot ti. Po, nuk e thot ligji ashtu siç mendon Zoti Begaj. Begaj e tha bën për sa i përket interesit për Partinë Socialiste. Ju duhet keni parasysh diçka që kur caktohet një masë sigurie ndaj një deputeti ose një kryetari bashkie, në kodin e procedurës penale ndalohet që të pezullohet veprimtaria publike të atit. Pra, nuk mund të pezullosh deputetin të ushtrojë detyrën e deputetit, nuk mund të pezullosh kryetarin e bashkisë të ushtrojë detyrën e kryetarit të bashkisë, pavarësisht se janë funksione publike. Dhe vetë kodi e ka të ndaluar, e di prokurori, e ka të ndaluar. Pse ka të ndaluar? Sepse ne e dim shumë mirë që në aspektin politik çfarë bën kur pushtetin e ka një person, si rasti i Ramës, çfarë do të bëjë, do vendosi mekanizmin politik që është arresto kundërshtarët e mi që unë të kem sa më lehtë punën. Prandaj, rasti i Zotit Veliaj është i tillë që u arrestuar dhe nuk mundet ta marrim të mirëqen që ai duhet të largohet nga detyra për shkak se ka 3 muaj mungesë. Kjo. Tjetra, për sa i përket pjesës tjetër që është akoma më e rëndësishme. Në Kushtetut është vendosur që kemi pushtete. Është pushteti ekzekutiv, pushteti gjyqësor dhe pushteti legislativ i parë. Por ama kemi edhe një pushtet tjetër, që është pushteti vendor, që është Zoti Veliaj, që do të thotë, jo, pushteti jeni më vonë. Pritet, mos u nxitoni, ngadalë. Se duam dhe me atë tortën tonë. Larg qofë. Ndjemi mirë. Ngadalë po vjen të gjithë, po thjesht ne duke bë. Jeni pushteti me gjithë pushtetet që jemi pikëqyri të gjitha. Po, inshallah të kishim edhe këtë gjë tjetër që pushteti mediatik të rrezojë pushtetin e Ramës. Do ishte shumë akoma më bukur kjo. Pa, gjithsesi, në një moment tjetër. Tani, po ndodhe kundërta. Duke parë gjithmonë ashtu siç unë mendoj të vërtetën parimore dhe asnjëherë emocionale, sepse duhet në raste të tilla mos flasim me emocion. Unë Zotin Veliaj asnjëherë në jetën time se kam votuar dhe s'do ta votoja. Mirë. Me qartë. Por unë nuk mund të them që mirja bën Veliajt. Por unë mund të them që shiko se si socialistët ja fusin njëri tjetrin. Dhe një rast tjetër, e per antarët e Këshillit Bashkiak që janë vetë nga socialistët që vetë ky ka emëruar, ky këtej i ka emëruar dhe pesi e kthyn pllakën, paf, direkt dhe shkuan te ky tjetri. Po sepse nuk duan të lënë qytetin pa kryetar. Është tjetër lajmi. Lajmi është kjo që sa shumë servila kanë marrë këta, që do të thotë, ky ka marrë servilat e Ilir Metës, të Lulbashës, të Sali Berishës. Kush i mori? E rrethuan këte. Servilat, servilat e rrethuan këte. Ishte me pushtet nga mes deri në darkë. Të gjithë servilat që i kishin këta të tre, i mori ky. Sa po iku ky, te Këshilli Bashkiak e 5 u votun vet, gjithë servilat aty kanë shku te ky tjetri këtu. Tani, ashtu si kanë përfunduar edhe të tjerë që i tham emrat. Përfundoi edhe ky. Ti mendon nga gjithë ato servila po doli më i fortë
vazhdoj ky të qëndroj me servilat që ka rreth vetes, që i ka marrë transferim nga njëri te tjetri dhe kanë shkruar që servilat marr paktit? Pra, kur të shkeli dikush tek servilat, më kupton? Po. Syrin që jam më i fortë se ky, gjithë servilat do ikin dhe ky do përfundojë si ky tjetri. Sepse kështu është natyra njerëzore. Pra, njerëzit të cilët rrethojnë një person, e rrethojnë për shkak të servilizmit. Po ka dhe njerëz që kanë dinjitet. Tani është e vështirë kjo gjë, nuk i gjen dot. Do të gjesh më shumë vështirësi. Pastaj, nga aspekti ligjor tani. Aspekti ligjor. Bravo. E tham tani në emocional, nuk tham problem. Pra, nuk e tham qëllimisht. Tham tani të shkojmë te ligjori. Në 2162, po. Çfarë thotë? Kretari i Bashkisë shkarkohet me vendim të Këshillit të Ministrave në rastet kur a. Kryen shkelje të rënda të kushtetutës ose ligjeve. 2. Pra pika B. Dënohet për kryerjen e një vepre penale me vendim të formës prerë nga gjykata. Dhe C. Propozohet për shkarkim nga Këshilli Bashkiak përkatës për mos paraqitje në detyrë për një periudhë 3 mujore të pandërprerë. Pa neni 62. Pika C është kjo që zbatoi Këshilli Bashkiak i Tiranës. Po shko tani te fjalë gjithashtu. Shko pak më poshtë dhe thë... Gjithashtu, kryetarët e bashkive mund të shkarkohen kur ka një vendim të formës prerë për kryen e vepre penale. Zakonisht ka shumë kryetarë që jetohen për kryen e vepre penale apo kanë një mas arresti në fuqi gjatë kohës së hetimit, gjykimit, por kjo nuk mjafton si shkak për nisjen e procedurës së shkarkimit. Duhet një vendim i formës prerë që... Po kush e ka thënë këtë? Po një sekond. Ja, se kush e ka thënë këtë? Përfundoje. Ndërkohë, po kështu, në rast të mos paraqitjes në detyrë për një periudhë të pandërprerë prej 3 muaj, Këshilli Bashkiak mund t'i propozojë Këshillit të Ministrave shkarkimin, edhe në këtë rast propozimi duhet të jetë i shoqëruar me dokumente provuese të mungesës të detyrë për një periudhë 3 mujore. Dokument provues po s'është. Që do të thotë çfarë? Vullneti ti nuk shkon, sepse duhet keni parasysh Zhlima kush e ka shpjeguar këtë? Më dëgjoj mua, më dëgjoj. Këtu e thash të gjitha i tham. Si ligjit për vetë qeverisjen vendore, kush është libri që keni bërë ju? Jo, më çfarë. Kush e ka bërë? Të tjerë kanë bërë. Kanë bërë të tjerë. Dhe unë po të them, po ta marrim. Po nuk janë të kushtetuesës. Jo, një sekond. Po ta them po janë të kushtetuesës, sepse ke edhe numrin, vendimin numër 25 datë 10/5/2021, rasti Hila, që nuk kupton që ai u shkarkuar në mënyrë të tillë, duke u akuzuar si ai kur ka organizuar një puç shteti dhe ka marrë vendimarrje ministri i brendshëm për ta shkarkuar. Po më lejo të them edhe diçka tjetër prapë për në 111. Që do të thotë, do të kemi parasysh diçka tek pjesa ligjore dhe kushtetuese. Gjykata kushtetuese merr rolin e një gjykate themeli, që do të thotë, do të gjykojë nga e para rastin e nenit 62 të vetë qeverisjes vendore për 3 pika dhe sidomos te pika e fundit dhe të vendosi ose të faturoj të zoti Veliaj atë çfarë duhet që ai ka bërë gjatë kryes së detyrës së tij një shkelje disiplinore administrative, që do të thotë zoti Veliaj nuk ka vajtur vetë në zyrë, pra duhet marrë edhe një mas disiplinore ndaj tij që të konvertohet në një shkelje administrative, sepse ligjvendësi është shprehur kaq shumë qartë që rasti i interpretimit të nenit 115 vjen vetëm për një shkak që përbën mas administrative disiplinore dhe jo një fakt penal. Pse e them jo fakt penal? Ta përfundoj këtu. Tek neni 62 thot po. Te neni 62 në mënyrë taksative thot te. Dënohet për kryer një vepër penale me vendim të formës prerë nga gjykata. Mbaroj. Ai automatikisht bie. Ndërsa tek pjesa e parë që thot për shkelje të rënda kushtetuese interpreton gjykata kushtetuese ose të ligjeve që thot të ligjeve të një kuadri legjislativ të përgjithshëm, nuk e kap një sekond dhe të rasti propozohet për shkarkim nga Këshilli Bashkiak përkatës për mos paraqitjen në detyrë për një periudhë 3 muaj pa ndërprerje. Dhe një sekond, nuk ka rëndësi, kjo është lojë politike se duhet ta pastrojnë tjetrit. Dhe diçka tjetër që më vjen shumë keq mua. Pa ndërprerje, po jam dakord me ty. Nuk ka shkuar jo për shkak të vullnetit të tij, po për shkak se një organ tjetër ka vajtur dhe i ka thënë që ti nuk do jesh më këtu, po do shkosh për arsye sigurie, do shkosh në një burg. Po kjo nuk do të thotë që ai ka ikë me vullnetin e tij. Dhe prandaj ne në 115, se kështu më thoshin edhe për vulën e PD-s, që nuk e ka saliu. Kam bërë debat, siç po bëjun tani. Edhe ti kanë kundërshtuar. Jo dhe unë tek vula, se nuk kam diskutuar për vulën. Okej, sepse nuk kam shumë nuk kam diskutuar për vulën. Pra, neni 115 ka vetëm këtë gjë, do të hetojë gjykata kushtetuese në rast se zoti Velia ka ikë me vullnetin e tij apo jo të ta bëjë në praktik. Një kjo, e dyta,
kemi të bëjmë edhe për rezumimin e pafajësisë. Nuk mundet një gjykatë kushtetuese të pranojë një shkarkim të tillë duke shkelur ato parimet që vetë i ka vendosur. Për pafajësisë. Por, dëgjoj tani kush është që tani këta të dy e kanë votuar vetë. Më dëgjoj mua. Me krenarit të dy. Në rast se nuk plotson korumin e 5 antarëve, nuk gjykohet rasti i tij dhe normalisht veliaj është i shkarkuar automatikisht. Kjo është loja që mund të luajnë këta. Si ishte kjo? Për shembull, duhet të jenë 5 gjyqtar kushtetues aty që të gjykojnë çështjen. Janë dakord me pikat që do vendosin aty, pika 1, pika 2, pika 3. Po. Dhe në rast se shkojmë te pikat me vijim, ato mund të thonë që unë nuk jam dakord ta shqyrtojmë këtë pikë sepse kështu e mendoj unë. Ç'a ndodh këtu tani? Do të thotë që nuk gjykohet rasti i tij dhe shkojmë në zgjedhjet parakohshme të Tiranës. Mund të mos zgjidhet kjo në gjykatë kushtetuese mos të po, se gjykatë po, sepse edhe rasti me Loni që u bë ajo, kështu gjykata kushtetuese vendose. Okej, faleminderit Zhlima. Janë të pavarur, edhe janë disa prej tyre duket janë edhe agronom të lartë. Disa kanë CV shumë të lartë. Jo, një sekondë, vetëm thënë edhe këtë. Je kanë edhe diçka tjetër, se vin nga plepat e pastruara të Jurikim. Jo, më lër. Po jo, të lutem. Zhlima, do ta thuash se do kesh mundësi pafundësisht tu që të flasësh, unë nuk pengoj këtë. E pengove se i prej frymëzimin. Jo, se i vjen për Zhlimës për këtë çështje. Zhlimës për këtë çështje. Tani, do më thuash diçka. Do ta kap këtu çështjen. E ndoqa diskutimin tuaj, debatin. Në 115 i Kushtetutës thotë, 1.1. Organi i zgjedhur drejt për drejt i njësisë vendore e qeverisë, domethënë kryetari i bashkisë po themi në këtë rast, mund të shpërndahet ose të shkarkohet nga Këshilli i Ministrave për shkelje të rënda të Kushtetutës ose ligjeve. Pika 2. Organi i shpërndar ose i shkarkuar mund të ankohet në gjykatën kushtetuese brenda 15 ditëve që velia e ka bërë këtë. Dhe në këtë rast, vendimi i Këshillit të Ministrave pezullohet, që do thotë velia ngelet në detyrë për mua. Po është kryetar bashkie. Tani, si mundet presidenti i vendit të dekretojë një datë zgjedhjesh? Këtë nuk po e them. Të dekretojë një datë zgjedhjesh kur çështja nuk është trajtuar në kushtetuese që të vendoset që velia është i shkarkuar apo jo. Mendoj që presidenti ka këshilltarët e vet, të cilët ka këshilltar juridik për flas dhe ata duhet të kenë bërë një sugjerim të tillë. Por që dohet të ndalesha pak tek interpretimi që i bëri kolegu këtij tremujorit. Në fakt ligji, të paktën në konceptin tim, nuk e shpjegon këtë mungesën ta lidhi me vullnetin. Po thotë mungon mbi 3 muaj. Po në rast se ky kryetar bashkie mund të mungoj deri në fund të mandatit, çfarë do bëhet me këtë qytet i cili duhet të drejtohet nga ai? Sepse vendimi i formës së prerë po ta them. Edhe çfarë ndodh? Ju thashëm përpara, është akt, pra çfarë është themeli? Disiplinor administrativ, që do të thotë shkopot e në 115 dhe thotë shkelje të rënda kushtetuese ose të ligjeve që kur ke të ligjeve detyron për shembull ministrin e brendshëm të nxjerrë nga institucionet e kontrollit të lartë të shtetit dhe institucionet të tjera raporte kundër kryetarit bashkisë, i cili nuk ka vepruar për ushtrimin e detyrës së tij në përputhje me kodin e procedurave administrative. Pra do të thotë që shikoj rastin Hila, e këtë një. Pra do të thotë që ministri, do të se do ta mbaroj tani është emocion, profesional. Pra do të thotë, bëjmë pyetje, do të vazhdosh me Pra këtu e ke sekretin, këtu e ke sekretin, që do të thotë duhet kur ai mungon, se ky është justifikim politik që bën Rama dhe Berisha. E kupton, po jo kolegu im, kolegu e ka vlerësuar atë tjetër. Që do të thotë në shkelje të rënda kushtetuese ose të ligje ose kështu ose ashtu. Që do të thotë në ligje duhet institucionet të tjera të mbledhin raporte kundër veliajt. Po pse nuk mbledhin raport kundër inceneratorit që ta shkarkojnë? Ligje mund të jenë, për shembull, të bëj diskutim mund të deliberacion, siç thuhet në KPA-n e rëndësishme të reformës të drejtësisë. Le tani mos ma këto tema. Të mos flasi një korrekt. Pra, kush janë shkeljet e ligjeve? Ky zotëri është arrestuar për shkeljet e ligjeve. Sepse ka abuzuar me detyrën, ka bërë korrupsion, duke sjellë dëm në interesat të shtetasve, po edhe të shtetit. Pra, kjo është një kuptim të gjerë popullor. Është marrë pandehur dhe dyshohet që ka po dyshohet, po prezumohet i pafajshëm. Po prezumohet i pafajshëm. Po. Okej, shpjegimi është shumë i qartë.
Sepse ka shkelje ligji. Jo, nuk ka shkelje ligji, më thotë. Po jo, është marrë pandeu nga ky organ sepse dyshon se ka shkelur ligjin. Po nuk e ka shkelur ligji akoma. Nuk është e vërtetuar që ka shkelur ligjin apo. Me vendim gjykate. Por ne kemi ca vendime gjykate që caktojnë masa sigurimi arrest në burg në bazë të provave. Pra kemi ca prova për këtë person që ka shkelur ligjin. Ka një shpjegim kjo. Tani nuk kemi prova që është i fajshëm, sepse nuk kemi bindje, sepse nuk kemi një vendim gjykate, por kemi ca vendime gjykate për masa sigurimi të cilat ndikojnë në këtë vendim themeli. Kemi patur plot raste që persona që kanë qenë në masa sigurimi arrest në burg, që kanë patur prova për t'i arrestuar, me dyshime që kanë kryer një vepër penale, kanë marrë pafajësi. Kështu që mund të ndodhë edhe me kryetarin e bashkisë. Pra, bëjmë aludime sipas ligjit, nuk po themi çdo gjë mund të ndodhë. Pra, jemi në një kuptim. Ky njeri sa kohë do ri, valla, sa vite do ri, deri në fund mandatit, se mund të vazhdojë kështu s'ka vendim formë të prerë gjykata. 7 muaj i bëri. Do vesh shkallën e parë, do zgjasi aty 7-8 muaj. A një vit sa mund të zgjasi. Do vjen gjykatën e apelit, do zgjasi ca muaj, po mund ta kthejë ajo për një gjykim se ka patur shkelje procedurale në shkallën e parë. Na kap 2027-a, na mbyllet mandatin. Çfarë do bëhet? Po pse do jemi ne në këtë gjendje kështu, do të vazhdoj qyteti kështu në këtë gjendje. Unë kisha bërë një pyetje. Ndoshta mund duket pyetje kështu. Çfarë do të ndodhte? Në sekretarin e bashkisë do e merrnin peng për 4 muaj, do e merrte peng një grup kriminal. 4 muaj nuk e kemi kryetarin e bashkisë. Jepni shpjegim. Ne marr peng, nuk e gjejmë duhet kryetarin. Ai do ishte i lumtur, se ishte kryetari i grupit. Dalim në interpretimin që bën kolegu atëherë që kemi mungesë vullneti. Në të dyja rastet në burg do jetë. E kupton. Tani nuk ka ikur me vullnetin e tij për ta marrë peng, vëzhllima. Po, e kanë marrë peng kryetarin e bashkisë. Po marr rastin se e ka marrë peng. Nuk e kapim dot. Nuk e dim kush grup kriminal e ka marrë, por këtu në Shqipëri nuk ka ndodhur, mund të ndodhur 1 apo 2 ditë maksimumi, po i kanë liruar prap. Bego pak më pak. Qarkun e Durrësit më duket. Nuk e diu, nuk po them gjë Bego. Dgjoj pak, diçka duhet të them për rastin e mandatit të deputetit. Mi jep kryetar bashkie, për kryetar bashkie. Kryetarin e bashkisë e kanë marrë peng. Dhe nuk e kemi 4 muaj, nuk e gjejmë dot. Shikoj, kjo lidhet me ushtrimin e funksioneve më. Kupton, ti nuk ushton funksionet më tani se ne se po flas, nuk do t'i çajm hallin kalorësit tash ti se po flas kështu. Ora ti nuk ushton funksione, ti je për këtë detyrë, sepse ligji është i tillë, do të jesh në krye. Tani ti si je në krye, çfarë do të bëjmë ne? Do të vazhdojmë kështu, do të presim ty sa të lirojnë ata të pagohet Araçi, në rast se të lirojnë? Do shkarkohesh, sepse kjo është, sepse s'kemi vendimarrje dhe cënon interesin e shtetit. Po, kemi rastin e të qenurit deputet. Po pse më kalon Berisha ishte ministri do ta çonte në të njëjtën kohë, në të njëjtën do ta vendos pak a shumë në të njëjtën nivel. Po. Berisha ishte në mas sigurie arrest në shtëpi. Po. Dhe ishte deputet. Okej. Mirë. Çfarë ndodhi? 6 muaj. Parlamenti nuk doli me vendim që të shpallet pavlefshme mandatin e tij. Sepse, çfarë arsyetoi kryetari asaj kohe që isha dakord për të parë me një kryetar të tillë, që tha nuk ishte në objektivin e tij që ai mos të paraqitet në kuvend. Ai do ishte pari të shkonte. Pra, ç'a ndodhi? Mund ta marrim për referencë kushtetuesja këtë? Edhe një herë, jo, sepse nuk kemi, se nuk e kemi në praktik që të kemi në këtë rast pra për masën e sigurisë, por ajo çfarë unë mendoj është kjo që zoti Veliaj për mendimin tim edhe ajo që unë ju lexova edhe ta lexuat ju, për sa i përket masës sigurisë, zoti Velia nuk duhet të shkarkohet. Unë jam i bindur që ka njerëz që duan ta shkarkojnë, por po të ishin të aftë me 14 maj të 2023-shin dhe jo duke flet gjumë nga mes deri në darkë, mund ta kishin shkarkuar nëpërmjet votës. Është kjo që thot Beko, nëpërmjet arrestimit. Nuk ka as problem, sepse dëgjoj, ai letë ndërtimit i ka dhënë. Mirë, një kjo. Ai ka të drejtë të emërojë, ai ka të drejtë ligjërisht në mënyrë administrative të emërojë të tjerë dhe të kryejnë punën e tyre, dhe përveç kësaj unë dua të them që Partia Demokratike dhe opozita në tërësi po s'ka lidhje tani, nuk ka lidhje. Kemi të bëjmë me një rast të tillë që të zgjodhë. Jam dakord me ty, unë dua të them këtë gjë, që zoti Veliaj duhet të qëndrojnë në karrike, sepse ai ndihmon edhe veten e tij një kjo, dhe në fund fare ndihmon edhe opozitën, sepse brenda Partisë Socialiste do duket qartësi që ka plasur lufta brenda llojit, sepse gjithë kësaj kohe lufta nuk dilte përpara. Pra, lufta e brendshme nuk avullonte, pra nuk dilte në publik.
Pra gjithçka u bënte nga brenda, në prapa sken. Dhe tani çfarë ndodhi? Doli në sken lufta, dhe tani për tani të gjithë e dinë që ka një luftë brenda Partisë Socialiste. Dhe kjo ndodh në politik. Çfarë? Në politik duhet një subjekt brenda vetes të ketë luftë. Pra, çfarë bëri Juri Kim të Partia Demokratike? Doli në selin e PD-s dhe tha, do hani bar.